Jemi duke studiuar në fakt disiplinën shpirtërore për një besimtar. Kur mendojmë për këtë pjesë për të dhënë ose për të dhuruar, shpesh herë të vjen në mendje ajo ideja, domethënë që neve duhet të ndihmojmë me anë monetare. Por nëse do të mendonim pak më thellë, është të dhënit nuk do të thotë vetëm ose të dhuruarit nuk do të thotë vetëm të japësh lek, të ndihmë nga ana monetare. Se në fakt gjithë neve si njerëz këtë mendojmë. Janë pjesë e rëndësishme, janë ku neve kemi të nevojshme dhe mund të kërkojmë ndihmë tek njëri tjetri, por ajo çfarë, domethënë çfarë do të thotë të japësh, do të thotë edhe të japësh nga koha juaj. Ju ka ndodhur besoj shpesh që në momente të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, ja, nuk e keni shumë qejf që të dilni. Ju merrni telefonin, fton për një kafe. Edhe ti të gjesh mënyra se si ti ta shmangësh. Jo nuk kam kohë, jo jam pa qejf, nuk do di unë. Gjëra nga më të ndryshme, si e si për ta shmangur. Pra, juve e dini që edhe shpesh herë neve mund ta themi edhe këtë koha ime është më e çmuar se sa të shkoj të rrajka me dikë, të dëgjoj lëvdatat e mburrjet e kështu gjërash. Pra, edhe kur themi të japim ose kur themi të dhurojmë, neve shpesh herë mendojmë vetëm dhe këtë. Është pjesë e rëndësishme, pjesë e jetës. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është dhe koha që neve shpenzojmë me njëri tjetrin. Ndaj ato fakt janë të lidhura që herën e kaluar neve folëm edhe për miqsinë të shpenzuarit për bashkë. Kur neve japim, Bibla në fakt thotë është bekim më shumë për atë që jep sesa për atë që merr. Po ta vesh re, këtu ka një të vërtetë se njerëzit thonë, "Oh, më jep moti pastaj shikoj të jam unë i gëzuar apo jo." Ose do gëzohem unë apo jo, apo do ta shijoj unë atë apo jo. Por në fakt është që Bibla thotë është bekim pra për atë që jep, sesa më shumë bekim për atë që jep sesa për atë që merr. Ti që merr ose unë që marr, mund të gëzohem për momentin, por është nevojë momentale, se përsëri do të kesh nevojë. Kurse ai që jep merr një lloj kënaqësie shpirtërore që neve nuk e përshkruajmë dot. Po të shikojmë edhe në fusha të tjera, kur ti bën diçka vetë me duart tuaja, ndjen një lloj kënaqësie, një lloj plotësie që ana materiale nuk do ta jepë. Do thoni ju, është e rëndësishme, po, është e rëndësishme. Por jo që të bëhet Zoti. Çfarë desha të them me këtë? Studime edhe histori të ndryshme nga jeta që neve jemi njerëz gjallë, kur i thonë edhe dëgjojmë edhe shikojmë edhe lexojmë. Njerëz të ndryshëm që kanë arritur të gjitha këto, nuk kanë më asnjë lloj, nuk ndjejnë më asnjë lloj kënaqësie. Edhe aty arrin në ekstrem. Domethënë që bëjnë edhe vetvrasje edhe kalojnë me mbi doza. Për shembull, një psikolog po thoshte edhe shpjegonte këta, ky ishte psikolog italian. Edhe vura re që shumë psikologë italianë i mësonin kësaj, thoshte mos ia plotëso dëshirat e gjitha fëmijës, ose mos i ble më shumë se ç'duhet fëmijës. Madje njerëz ta prindërit shpenzojnë edhe i blejnë gjërat fëmijëve edhe për gjëra që ata s'kishte shku mendja. Dhe kur arrin ai moshta, ti i tha, në adoleshencë, është piku tha i fëmijës, thoshte ky psikologu, që ti tha do të fjesh ato që ke korrë, më fal, ato që ke mbjell. Pse tha? Sepse tha në momentin tha që ti ja ke plotësuar të gjitha tha. Shumë prindër i kanë dëgjuar tha që thonë tha, fëmijët tha nuk, ky fëmia im nuk i pëlqen më asnjë gjë. Normal tha se nuk i pëlqen më asnjë gjë sepse i ka arritur ato, tha pa shumë mund, pa shumë lodhje, pa shumë të kërkuar, edhe po ta vesh re, edhe neve si prindër sot, unë shikoj prindërit sot që i blejnë gjëra fëmijëve që janë goxha të shtrenjta. Për shembull këto makinat me bateri që kanë dalë në modë. Si babai, si nana dalin me atë pultin me ato telekomandët dhe fëmia. Fëmia i vogël 1 vjeç e gjys, ai nuk e di çfarë është ajo lloj kënaqësie. 350.000 lekë, 500.000 lekë makina vetëm për edhe aq sa mund ta përdorë ai. Se fëmia, domethënë unë që ka fëmijë vetë e di që aq e kanë qefin atë. Madje i merr lodrat, ata lozin e nuk i ashtu më, i merr i fsheh, mas një muaji e nxjerr prapë dhe ata kënaqen. Kështu që ajo loja atyre, mendja atyre është momentale. Edhe këto lloj dëshirash, domethënë materiale, janë momentale. Po kur ana shpirtërore mbushet, është diçka më e lartë, më e madhe, më e fuqishme. Neve lexuam tek 2 Korintasve, kapitulli 8, besoj që dhe nësa lexuam bashkë, besoj që e kuptuat se për ça do të flisnim sot. Pali i përgëzon Korintas, të paktën në këtë kapitull. Dhe i thotë, juve thotë keni dhënë më shumë se sa ç'duhet. Më shumë se sa ç'kishin. Ata ishte një periudhë që ata po kalonin, ishin të varfër. Të varfër kur neve kur themi të varfër, ata ishin me të vërtetë të varfër sepse kishin raste që nuk kishin të hanin nga vakti në vakt. Edhe ushqimi i tyre arrinin deri aty sa ata
merrshin grurin, nëse mbani mend historinë me Ruthi. Nëse do lexosh nga Ruthi, ata e merrnin grurin, e mblisnin me kornin me dorë, edhe grurin pastaj që çfarë ndodhte? Edhe Zoti na thot neve, të tregoj pak një histori të shkurtër që edhe Zoti thotë që mos e mblidh të gjithë grurin në lam, ato kallinj që bjen. Ë ata që ishin shumë të pasur, punësonin njerëz, domethënë që mblidhshin kallinj, por i jepshin si pagesë kallinj. Domethënë shumicën e tyre. Edhe Zoti thotë pse? Sepse thotë do të vi dikush thotë që nuk ka, edhe do të ushqejë. Dhe çfarë bënin? Kokrat, këto kallinjt e grurit që i merrnin, i shkërmoshnin dhe i piqnin me një kështu si tip tiganës, mund ta themi neve që mbanin në zjat. Edhe me ato ushqesh. Edhe ishin të kënaqur, të gëzuar që arritën që të kishin një vakt ushqim. Edhe kjo ndodh pikërisht tek kur Pali i thot Korintasve thot ju dha më shumë. E dini me shumë dëshirë dhe me shumë zëng. Madje atë tu tek kapitulli 8 ju edhe këmbgulët për të dhënë. Edhe nuk pranuat si përgjigje, nuk pranuat jo. Domethënë jo nuk e marr, jo nuk e dua. Keni vënë re këto nana ato plakat, domethënë kur vjen në shtëpi ose do hash edhe një gjë tjetër ekstra që nuk është edhe aty në tavolinë, to gjyshe në fakt, do e shikojnë tavolinat që janë të gjitha, po kështu pse nuk nxorret ti? Atë që nuk është në tavolinë. S'ka në shtëpi, po atë pse nuk e nxorret? Duhet nxjerrësh atë. Jepi ta provoj ti një çik atë. Edhe këta kështu ishin, nuk pranonin për jo. Edhe të thuash ti që nuk dua, nuk më bën mirë, do ta marrësh, do ta provosh edhe ç'shpëtosh. Ata dhanë në mënyrë sakrifikuese. Me qira fjala kur Jezusi dha në mënyrë sakrifikuese, dha jetën e tij. Shumë vargje edhe Pali e përmend këtu te kapitulli 9, 2 Korintësve thotë, ai ishte i pastër dhe u zgjodh të bëhej i varfër për ju, pra dha gjithçka. E thot gjithashtu edhe te Filipianët kapitulli 2. Ai ishte shumë lart, zgjodhi uli veten e tij thotë deri në vdekje, në mënyrë që neve të kemi jetën e përjetshme. Ata pra dha në mënyrë të gëzuar, në mënyrë sakrifikuese, aty ku dha, derisa të dha. Nëse e mbani mend gjithashtu edhe atë ishte në momentin në tempull me Jezusin, që të gjithë po jepshin ata farisenë që mblisnin ato monedhat e tyre dhe i hidhen te koshi tek ajo shporta ata banin gring, sa më shumë zhurmë të banin, aq më shumë të pasur ishin. Ndërkohë, aty shkoi nëse e mbani mend një zonjë edhe hodhi vetëm një monedhë, bëri tring. Edhe Jezusi tha, ajo ata ka dhënë më shumë tha nga të gjithë ata, sepse ata kanë dhënë tha nga tepricat e tyre, ose ata që kanë menduar që kjo nuk më prish punë mua, nëse jap kaq lek. Por ajo dha gjithçka që kishte. Ata te Korintasit, Pali tregon që ata e dhanë me vullnet të lirë, domethënë jo në kuptimin të shtrënguar që i vun lakun te thyti, të detyruar, por që ishte diçka e lindur nga zemra. Edhe Jezusi këtë bëri. Nëse e mbani mend momentin që Jezusi shkoi në mal dhe u lut dhe mori disa nga dishepujt e tij, dhe kur po lutej, thuhet në Bibël që ai filloi të dirsiste gjatë, aq shumë e përjetonte atë agoninë, atë dhimbje. Edhe tha, ai mund të kishte hequr dorë edhe të thoshte jo, nuk e bëj dot. Zoti tha nëse është e mundur, ti mund ta heqësh këtë, si thua, këtë kup nga unë. Por mbi të gjitha le të bëhet vullneti yt. Ata dhanë me këmbgulje, që është një pjesë shumë e rëndësishme. Edhe Pali e përmend pak dhe i thotë shko, unë desha që ju të vazhdoni ta provoni këtë, ta vazhdoni këtë lloj ashtu, këtë lloj dëshire, këtë lloj nisme të mirë. Jo për ne, po për veten tuaj që të provoni që dashuria juaj për Zotin edhe për njerëzit është e sinqertë. Ka shumë lidhje, po ta mendosh edhe me atë farën, me shëmbëltyrën që Jezusi tregon, ajo fara që ra në gurishtë, mbiu, lulëzoi për momentin, pastaj u tha. Fara që ra në ferrishte edhe ai gjithashtu u rri, mbiu, por ferrat nuk e lejuan. Edhe ajo e fundit që dha shumë fish. Po pse ka lidhje? Sepse shumë njerëz e nisin bukur, e nisin mirë, e nisin me zell, marrëdhënien me Zotin, rrugtimin me Zotin, jetën me Zotin, dhe pastaj gjatë rrugës lodhen, beniten, dobësohen për arsye të ndryshme, largohen nga Zoti. Prandaj te Pali po thotë vazhdojeni thotë këtë. Jo për ne, por vazhdojeni të qëndroni në Zotin. Neve siç jemi dëshmitar edhe vet, tani që kemi dalë në jetë vet dhe i kemi vënë shpatullat jetës edhe në kuptimin që i heqim hallet vet, se kështu thoshte prindi, prit se s'ka rënë hallet. Që i heqim hallet vet e gjitha, jeta ka të papritur. Jeta ka të panjohura që ne nuk i dimë. Periudhën ku jemi neve tani në këto momente me vujtet, me vështirësitë ekonomike që përballemi, kur shikojmë mbrapa edhe jemi ankuar edhe jemi ashtu themi, sa mirë pasim qenë dhe nuk e kemi ditë. Ndaj Pali vazhdon edhe thotë, pavarësisht vështirësive, qëndroni në Zot. Edhe kjo është domethënë dhurimi ose të dhënit ose të japësh është një shenjë adhurimi që neve, një mënyrë adhurimi që neve i tregojmë Zotit, që jemi gjithmonë me Perëndin. Ata dhanë veten e tyre tek vargu 5 dhe jo vetëm vepruat si shpresoni, por ju
po ja dhan veten më përpara Perëndisë dhe pastaj neve nëpërmjet vullnetit të Perëndisë. Pra, në radh parë që të japësh dhe të futesh në këtë lloj rrugtimi, ti e unë së bashku duhet të japim veten Perëndisë. Janë të gjëra që sinqeriteti i besimit ton, i zgjedhjes, i rrugtimit ton është diçka që asnjëri prej nesh nuk e di. Domethënë për njëri tjetrin nuk mund ta tregojmë dot, por është Perëndia që e dallon këtë gjë. Dhe sfida jonë është që ne t'ia kujtojmë njëri tjetrit që jeta është e shkurtër, edhe ne duhet të bëhemi të sinqertë edhe të drejtë që të jemi në rregull me Zotin, sepse koha po kalon. Ashtu siç neve mund të, si themi ne, pishman, çfarë mund të kemi një fjalë tjetër neve? Pendohemi, ëh? Pendohemi për të kaluarën tonë, për vetëm për sjelljen tonë, për qëndrimin tonë që mund të themi asgjë nuk e bëra ndryshe. Kurse tani themi koha po ikën. Nuk jemi më në atë pozitën që mund të merrshim ë ë hapa ose mund të shpenzonim kohë për diçka tjetër, sepse tani ka edhe përgjegjësi të rritën, nuk është e njëjta më përgjegjësi. Është tjetër kur je pa familje, është tjetër kur je me familje. Pra ata dhan veten e tyre që ishte shumë e rëndësishme për të qëndruar me Perëndin. Ata treguan që të dhanit ishte një shenjë dashurie që tregonin për Zotin. Perëndia bekon dhënësin, atë që jep. Prandaj dhe Perëndia thotë është bekim të japësh sesa më shumë bekim të japësh sesa të marrësh. Perëndia e do kënaqet me atë që jep i gëzuar. Perëndia siguron farën për mbjellësin. Pra nëse dikush e dëshiron ata me gjithë zemrën. E keni vënë re që kur neve jemi në gjendje që ta kuptojmë kur dikush e ka me dymandje. Për shembull kur duan të nisin diçka. Edhe ti po shpreson tek ai ose ajo dhe në momentin që thua shiko, ti e kupton atë. Edhe thua në mirë lër. Ose nuk e merr me atë lloj nisme sepse e di cili do jetë. Po Zoti. Ndaj dhe ajo çfarë është më interesante është që neve nuk kënaqemi ose nuk do ndiheshim mirë nëse dikush do të vinte dhe të shpenzonte kohë me ne në gjamla, nuk din kur nuk ndihesh rahat. Do thënë, e keni vënë re këtë, për shembull, në tavolinë janë ca gjeste, janë ca momente që ti e kupton që është koha për të ngritur. Apo jo. Tjetri bën ca lëvizje, bën ca qëndrime, që ti thua, lëvizim? Pra e kupton. Edhe Perëndia nuk do që ne të jemi të tillë të ndihemi pa rehat, ëh, të mos ndihemi mirë, të ndihemi të detyruar. Ai dëshiron me gjithë zemrën. Nëse është me gjithë zemrën, Perëndia bekon, nuk e di si e bën, Perëndia siguron, nuk e di si e bën sepse mund të jemi në këto momente dhe të themi nuk keni këtë, po na kërko. Edhe shpesh kur vijnë njerëz që më kërkojnë ndihmë, unë nuk i them as jo as po. Për momentin nuk ka. Se nuk ka. Por mund të vi, Zoti siguron. Edhe ka ndodhur që siguron. Do të thënë edhe i kam marrë në telefon edhe i kam thënë, qofshin ushqime, qofshin gjëra të ndryshme. Perëndia e vlerëson, e lavdëron atë dhënë. Edhe tek 2 Korintazë kapitulli 9 pali flet për këtë gjë. Edhe neve vetë si njerëz e shikojmë që dashuria, respekti për dikë është në momentin që ai sforcohet të shpenzoj kohë me ty, sforcohet që të ndihmoj ty edhe ti ndaj dhe dashuria vëllazërore rritet kur shikohen vepra të tilla apo jo. Pra ti e vlerëson, ti ke respekt, mund edhe një thënie që pleqt përdorin është kej natë foli hapur. Ëh, domethënë ti mund mos e pëlqesh atë si person, nuk pëlqen. Por ama sjellja e tij dhe veprat e tij janë të tilla që janë drejta. Pra kej natë foli hapur. Mos i hidh balt atje ku s'takon. Siç e dim, ka shumë mënyra për të dhënë. Ka për në para, në lek, ka në aftësi kur ti e ndihmon dikë që të mësoj diçka të re që ti nuk ai ose ajo nuk e di. Pra folëm edhe për kohën që e nisëm që në fillim që është e rëndësishme edhe të dhënit kohë. Apo jo. Prandaj ata njerëz që dinë të vlerësojnë them unë thon faleminderit edhe për kohën tënde. Madje neve themi faleminderit për kafe, që pagove, faleminderit për kohë. Edhe unë i them faleminderit për kohën, ndërkohë që ka ndodhur që unë kam paguar. Po ti pagove, çfarë baro? Po koha është e rëndësishme, se ti mund zgjidhje, thjesht nuk do të çash drasat me një person. Mund mos kesh asnjë gjë për të bërë, por thjesht nuk do. Ëh, ka momente që neve ndihemi të tillë, që nuk do as flasësh me njëri. Besoj që mund të ndodhur që ti nuk do të flasësh me dikë kur ecë rrugës. As nuk do të përshëndes. Mos, kur dol. Por aman për shkak të respektit dhe ti zgjedh ta përshëndesësh edhe të shpenzosh. Pali gjithashtu sugjeron që edhe planifiko thotë që të japësh, thotë tek vargu 7 kapitulli 9 thotë secili le të jap te Korintasit, 2 Korintasit. Secili le të jap si ka menduar në zemër, as me kaqardhje, as me detyrim, sepse Perëndia do dhuruvës të gëzuar. Çfarë do të thotë? Nëse ti e ke me dëmendje, më mirë mos do ishte mos ta bëje fare, mos tipje fare.
Nëse ti e ke me dymandje që të zgjedhësh të vish edhe ta adhurosh Zotin, më mirë mos e bë. E dini pse Pali thot kalon ekstrem, sepse në momentin që ne do të marrim edhe nga darka e Zotit, në vend që ti të marrësh bekim nga Perëndia, ti po merr madhkim. Kur Jezus i thot, unë kam dhënë jetën time, edhe unë që marr kotën nga darka e Zotit dhe them, e po mirë, neve përgatisim diçka në shtëpitë tona dhe kur nëse dikush vëzonja që katuni, nëse dikush do thotë, ha, si dolis, pëlqeu? Po mirë, ha. Si ndiheni në atë moment? Le ta mbyllim duke kujtuar që qëllimi i disiplinës shpirtërore është që neve të rritemi në hir dhe në njohrim në Krishtin. Të bëhemi më shumë si Krishti, të bëhemi edhe të rritemi të bëhemi të perëndishëm. Pra edhe disiplina ose si thua rregulli i të dhanit, jo vetëm që ndihmon materialisht ose me kohë se bekon një tjetër, por na bekon edhe ne. Sepse Perëndia ka dhënë birin e tij të vetëm për gjithë secilin prej nesh. Ashtu edhe si kisha në Maqedoni dha veten e tyre të Zotit, pastaj u zgjodhen që të ndihmonin dhe Palin në udhëtimet e tij, ashtu dhe neve radh parë ne duhet t'japim zemrën Zotit, sepse edhe nëse neve mund t'japim në materialisht, nëse neve nuk i kemi dhënë zemrën Zotit, nuk do të ndjejmë gëzim të vërtet. Gëzimi i vërtet, bekimi i vërtet vjen në momentin që neve kemi zgjedhur Zotin. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej nesh.